Bler Distinani, trajner i ekipit të Tiranës, i cili sapo fitoi ndaj Vllaznisë në voleyboll për femra 1-3. I kënaqur profesor, urime për fitoren. I kënaqur, ishte një ndeshje që ne e kishim vlerësu. Normalisht ishim përgatitur që ta fitonim 3-0, po voleybolli, sidomos i femrave, është i paparashikueshëm. Se din e tretë lojtarët tona, ndoshta pa nga vetënatësia, nuk e di pse, po e humën. Ishit përgatitur thatë për 3-0, por mund shkonte 2-2 edhe edhe mund shkonte 2-2 me set final. Masanaj ma e favorizume i bitet që ishte Vllaznia kur shkon 2-2, po u mundom që ta mbyllim. Edhe e mbyllim me sukses. Është priqim ma shumë nga lojtarët e huaja, nga pasusja dhe nga diagonalistja, po këto janë mundësit. Shumë cilësi profesor në ekipin tuaj. Po, cilësi sepse aktualisht besoj që kemi shqyterin më të mirë të kampionatit shqiptar Brahon, kemi liberon më të mirë të kampionatit shqiptar Fagun, kemi eksperiencë në ekip. E kemi ndërthur me trejat, sot në u rikthye dhe Leda Perqeta i Shkodania, kishte 5 muaj nga operacioni, për një ishte një rikthim shumë pozitiv. Që theksuhet Shkodania Perqeta, por dhe trajneri Shkodania, Bler Distinani i vazhdojnë. Shumë Shkodan kena shku në Tiranë, Si njeni vetën kur fitoni në Shkodër përballë skuadrës së ne bëjmë detyrën sepse ne jemi te Tirana. Po të kishim kanë te Shkoda, do kishim kërkuar me fitu te Shkoda. Jemi te Tirana, sporti nuk njeh shumë tolerancë. Profesor, çtu në fakt finalja e kupës nga Skënderbeu, do të arrijë Tirana ta fitojë apo mbetet një ndeshje e vështirë? Është objektiv. Është objektiv fitoria në Korçë. Me Skënderbeun ne kemi bën ndeshje shumë të mira. Dhe presim që me prurje që kemi, presim që të rivalizojmë dhe pse jo ta fitojmë. Është një nga objektivat e ekipit. Objektivat e ekipit janë 2, finalja kupës dhe finalja kampionatit. Finalen e kupës arritme, kampionatit shohim, por ke marrim gjanat me radhë një nga një. Shpresoj, Korça është ekip shumë i fortë, do ketë tifozllëk me vete, por s'kemi që. Edhe diçka për Vllazninë, e cila është kandidate për të qenë në play-off. E shikoni të mundshme? Vllaznia absolutisht duhet të shkojnë në play-off. Absolutisht duhet të shkojnë në play-off. Të dy ndeshjet që ka Vllaznia duhet të fitojë sezon. Duhet të fitojë sepse ka kapacitetet. Vllaznia ka një ekip shumë të mirë, po e keqja është që kanë shumë luhatje në asetin set. Nuk është se kanë një ecori stabil. Po qefi ma do të që Vllaznia të ishte në play-off. Para ekipeve tjera. Faleminderit, sukses. Shumë faleminderit edhe për ju.